Të dashur miq të televizionit Nova, përshëndetje. Edhe kësaj jave Studio Hapur në gjuhën shqipe vazhdon duke i trajtuar temat aktuale politike. Edhe këtë javë në disa momente para themelimit të qeverisë së re do të mundohemi me të ftuarit e mi të analizojmë gjërat se si do të rrjedhin aktualitetet politike deri në formimin e qeverisë së re. Për të bashkëbiseduar në këtë temë kam të ftuar deputetin e Lëvizjes Besa, zotëri Zeqira Ibrahimi. Zotëri Ibrahimi, mirë se na erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjetë. Kënaqësi që ju kam në studio, urime mandatin në emër të redaksisë Gjuhë Shqipe në studion e hapur. Ju faleminderit shumë. Ndërsa në anën time të majtë kam profesorin universitar dhe analistin politik, zotri Meksim Maksuti. Zotri Maksuti, mirë se na erdhe. Përshëndetje. Për herë të parë ju kemi në studio, shpresoj mos jetë e fundit. Po, ja çdo herë ka një fillim, ha. Zotri Ibrahimi, po fillojmë për juve sa të bëjmë një rezime e asaj rezultateve në zgjedhje. Rezultati i lëvizjes Besa nga shumë kush do thotë ishte i pritshëm, sidomos nga radhët e lëvizjes Besa keni potencuar se është rezultati i pritshëm për shkak se i keni prit këto vota. Në anën tjetër, disa analistë kanë potencuar se ky është senzacion që ka ndodhur. Është senzacion apo rezultati i pritshëm? Si e ndani vlerësimin ju? Faleminderit Fatim. Kur bën analiza të këtilla se kualifikimet këtilla, gjithnjë duhet të ketë parasysh nga cila qasje ose nga çfarë prizmi analizohen gjërat. Ata të cilët kanë qenë të magjepsur me suksesin e Bashkimit Demokratik për integrim për kaq vite, kanë qenë edhe të mërzitur, edhe të pikëlluar, por edhe të befasuar me suksesin e lëvizjes Besa në këto zgjedhje. Edhe për shumë nga ata është quajtur se ky është një senzacion. Në fakt, elektorati shqiptar më në fund është bindur se nuk ka nevojë të shikoj reprizat e mërzitshme të BDI-s. Dhe ky ishte diçka që ka qenë edhe në për gjitha anketat që bëhesh para zgjedhjeve, domethënë po flas për anketat vërtet serioze, të cilat e kanë nxjerrë se do të ndodhë një rezultat i këtillë në kampin politik shqiptar. Që të jem plotësisht i sinqert, unë jam i sigurt se sigurt mos ishin manipulimet e mëdha zgjedhore që i bëri Partia Shqiptare në pushtet në bashkëpunim me VMRO DPMNE-n, edhe sigurt mos ishin të argatët e tyre në KSZ që e lejuan që neve të na merren 2 mandate, jam shumë i sigurt se sot edhe rezultati i përgjithshëm do të kishte edhe më shumë në favor për lëvizjen Besa. Po. Zoti Maksuti, ku bazohet ky rezultat i mirë i lëvizjes Besa? Ta thuajmë ashtu i mirë për shkak se nuk ka dalë parti fituese, mirë po në bazë të asaj që ka dalë për herë të parë në zgjedhje, është rezultati i kënaqshëm. Ka dalë nga dështimi i BDI-s dhe i PD-s apo nga shtrirja e tyre e mirë do thotë në elektorat? Shihni tash, po të jemi sinqert në atë se kjo momenti i daljes së re të partive politike në skenën politike vjen në një moment, do të them, të dështimit politik të partive tona përfaqësuese që kemi pas deri sot, të BDI-s, por dhe të PD-s, sepse aty ato kanë qenë bashkarisht në kuptimin e veprimit politik, ato kanë qenë mjaft koordinuara, sa që nuk është ditur më saktë se kush është në pushtet dhe kush është në opozitë. Që është e keq që se shihni demokracia, të jesh një opozitë e mirëfillt në demokraci është vlerë, dhe demokracia ne themi që në teori dhe para studentëve se një nga vlerat, një nga shtyllat e demokracisë përbën edhe opozita, por një opozitë konstruktive, një opozitë e mirëfillt, gjë që ne shqiptarët në Maqedoni na ka mungu kjo opozita vërteta e mirëfillt, pra e cila do të paraqiste alternativa, cilat do të kritikonte në kuptimin konstruktiv, pushtetin dhe vendimet e saj, pushtetit. Ky është qëllimi i opozitës. Prandaj e paraqet vlerë për demokracinë, një korrigjues i pushtetit, gjë që në këtë kuptim ka dështuar opozita shqiptare. Dhe pikërisht si rezultati i kësaj erdhën forcat politike
tashme që i kemi, dhe si prise e pozitës, po është besa në rastin aktual, dhe kjo pamundyshëm se duhet vlerësuar në kuptimin më pozitiv. Unë e thash edhe gjë në emision se çka shot mirë dhe çka shot keqe, se çdo fenomen shihni ka dhe anët pozitive dhe negative. Në rastin konkret, lindja e partive shqiptare është si rezultat, domethënë, i dështimit politik të këtyre partive që kemi për 15 vite qeverisje këto, është e mira, e keqja e kësaj pune se shqiptarët nuk arritën të bashkohen, dhe do të jemi të sinqertë ta themi këtë. Nuk arritën dhe me këtë humbëm disa mandate, lejuan disa vota të na ikin të Shqipëria, ato në fundit i erdhen jo si rezultat i mos bashkimit do të më shumë të opozitës, por si rezultat i mëllefit, i dështimit politik të atyre që na përfaqësojnë deri sot. Por kjo është ana e keqe, por ana e mirë mbi gjitha që duhet vlerësoj, që ka dhënë një impakt të ri në jetën politike të këtij vendi, është se shihni me partitë e reja që u krijuan, që lindën sikur shoqëria u demokratizu, sikur shqiptarët në rastin konkret filluan të ndjehen më të lirshëm. Vërtet sikur fillon të liruan nga ngërç. U çliruan shifni, ne kemi pas të bëjmë me një diktaturë, me një sistem autokratik, ku kemi pas të bëjmë me një qeverisje të shumicës politike, autokratike, mbi pakicën politike dhe qeverisja, BDI, VMRO, në një kuptim ka qenë si një lloj sundimi i shumicës mbi pakicën. Dhe demokracia nuk thot ashtu. Demokracia thot po, le qeverisi shumica, demosi, por gjithmonë duke respektuar pakicën. Dhe është një tjetër aspekt se cila ka qenë pozita, statusi dhe çështja shqiptare me qenë, që është një temë, kjo është shumë edhe gjërë dhe të kanë debat. Zotri Ibrahimi, ti kthehemi pak rezultateve të BES-s. Edhe për kundër do thot kësaj që keni marrë 5 deputetë, po insistoni me këmbgulje do thot të qëndroni në opozitë. Ndërsa shqiptarët me këtë votë që treguan për Juve dhe për Aleancën, treguan se Juve dëshirojnë t'ju shohin, s'pak ato vota që i keni marrë, dëshirojnë t'ju shohin Juve në ekzekutiv. Pse ky insistim i BES-s që të qëndroni në opozitë? Nuk do të pajtohesha plotësisht se ne insistojmë të mbetemi në opozitë, për shkak se dalja jonë në zgjedhje nuk është bërë thira që të votojnë shqiptarët që ne të mbetemi në opozitë. Do të thonë shqiptarët na kanë votuar që ne të qeverisim. Por ne mendojmë se është koha e fundit që në Maqedoni të ndryshojnë standardet e pjesëmarrjes në ekzekutiv. Dhe kur flasim për standardet e pjesëmarrjes në ekzekutiv, kjo nuk kupton se lëvizja BES ose koalicioni Rilindje me BES nuk është i gatshëm të futet në çfarëdo kombinimi qeveritar. Do të thonë, ne kemi thënë publikisht se janë 3 kushtet më dha për të cilat ne do të kishim mundur të flasim për një bashkëqeverisje. Ajo është që në atë qeverit mos ketë persona që dyshohen prej prokurorisë speciale të publike për vepra që kanë të bëjnë me abuzim të pushtetit ose me krime të tjera. Çështja e dytë është nëse pala tjetër është e gatshme të flasë për ridefinimin e Maqedonisë, për faktin e thjeshtë se e shohim gjithë se ky shtet është bërë më plotësisht jo funksional, duke qenë i ngritur mbi principet të pabarazisë. Ka se ne kemi një shoqëri multietnike dhe kemi një shtet një etnik. Dhe që të korrigjohet kjo, po duhet bëhet një ndryshim në kuptim të ridefinimit të sistemit politik të Maqedonisë që të mund shteti të bëhet funksional. Dhe pika e tretë është që për çdo pjesëmarrje në qeverisje ne duhet të kemi një marrëveshje transparente dhe të afatizuar. Nëse dikush nga aktorët
politik të Maqedonisë është i gatshëm të pranoj këto kushte, ne nuk e refuzojmë edhe pjesëmarrjen në qeveri. Por sa po shifet atmosfera politike, spaku nga pjesa e deri të nishme e gjërave, nuk ka ndonjë klim të këtill dhe ne nuk jemi si ata shqiptarët e tjerë që shkonin i rinin derë vëmëros që të mund të futeshin në qeveri. Këtë klim që për potencioni, nuk keni pa as të SDSM-ja, as të VMRO-ja, po... Aktualisht, ne po flasim për ata cilët e kanë marrë mandatin, me thonë VMRO të PMN-ja, kur ta marrë mandatin LSDM-ja, në fakt, nëse arrin që ta marrë, thonë, të shoj se të ta marrë mandatin, atër flasim edhe për LSDM, po spaku për pjesën e VMRO-s, ne nuk mund të flasim me Nikola Gruevskin për bashkë pjesëmarrje në qeveri, kur gjithë shqiptarët i vuajnë akoma pasojat e qeverisës së tij antishqiptare. Dhe në këtë hesap ne i bie që nuk mund të flasim për asnjë pjesëmarrje në qeveri me këso persona. Ne nuk i ikim qeverisës, sikur të kishim bëjmë me një VMRO tjetër të reformuar, pa këso persona të inkriminuar, me një VMRO e cila të kishtë qenë e gatshme të flasë për procesin e ridefinimit shtetit, merrem vesh për afate e të tjerat, së përjashtoheshte, por në këso kushte, me këso leadershipit të VMRO-s, ne as që kemi pranuar të ulemi e të diskutojmë. Ne s'kemi nevojë të bëhemi vazal të VMRO-s, ose s'kemi nevojë të bëhemi ministra vetëm që të marrim rrogat të ministrave dhe të shfrytëzojmë përfitimet e pushtetit. Domethënë, andaj ne e kemi përcaktuar qartë se cilat janë parimet dhe vetvetiu në këto rrethana VMRO-ja del e përjashtuar nga çdo mundësi e përshkrimit. Po. Zoti Maksuti u dhanë shumë premtime gjatë fushatës zgjedhore, ishte ridefinimi, ishin ndryshimet kushtetuese. Në atë aspektin juridik, si mendon a janë të realizueshme tash këto objektiva për shqiptarët? Shqipni tash jemi të çështja e rregullimit të statusit juridik dhe politikën të shqiptarëve në Maqedoni është një çështje e cila duhet shtruar dhe duhet analizuar mirë, duhet hapet një debat i gjerë. Ka dy kampe edhe Maqedonë dhe shqiptarëve, duhet analizohet se çfarë pozite juridike, politike duhet kenë shqiptarët në këtë vend, shqiptarët si populli i dytë, pra si etnikumi më i fuqishëm pas Maqedonësve, si e drejtë e tij natyrore është që të jetë konstituent, pra që të jetë ai i cili do të japi ndikimin e vet në ndërtimin e këtij, pra të jetë pjesë e barabartë e ndërtimit të këtij shteti. Dhe kjo çështje që tash ne këto zgjedhje që i kishim, do të jemi pra edhe të sinqert, erdhën si rezultati i një krize politike në cilën hym ne që 2 vite, 3 se jemi në thellë politike, sepse këtu dështoi funksionimi shtetit juridik, dështoi ligji, kuptimin e zbatimit të tij, dështuan institucionet e këtij vendi, humbi besimi i qytetarëve në institucionet, në drejtësi, në gjykata mbi gjitha, në prokurorinë, këtu të gjitha proceset, shumë procese janë të montuara, shumë procedura gjyqësore që u inicuan nga prokuroria mbetën në përsiktar, ende pa përfundora, sepse si dhunim, sepse politika ekzekutivi kishte akcent qase drejt për drejt në institucionet. Pra në një mënyrë janë të kapura institucionet, dhe kjo e solli vendin. Bitë gjitha, këtu kemi një korupcion masiv, këtu kemi një varfëri të madhe, kemi një shpërngullje të madhe qytetarëve. Shihni, këto janë faktorët të cilët neve na prunë zgjedhje dhe kërkojnë një zgjidhje më emergjente kjo çështje. Por unë do të them, prandaj dhe jo rastësisht duhet të jemi shumë sy hapur se mënyra si do ta bëjmë qeverinë, sepse qeveria është e cila drejt për drejt do të ndikojë në stabilizimin politik, ekonomik, gjitha aspektet të këtij vendi, por krahas kësaj u hap dhe një temë e madhe, cila
çështja ende e pambaruar të drejtave të shqiptarëve në këtë vend. Dhe opozita me plot drejt ka përcaktuar, domethënë si agent kryesore të saj, çështjen e ridefinimit të statusit politik juridik të shqiptarëve në këtë vend. Si do të definohet çështja shqiptare? Çfarë pozite do të marrin shqiptarët? Kjo çështje e cila duhet të diskutohet, hapet për një debat i gjerë me Maqedonët, botë mbi të gjitha duhet trajtuar nga aspekti profesional, akademik, shkencor, se çfarë formulimi do duhet të merrte shqiptarët brenda këtij formacioni juridik shtetëror, dhe kjo është çështje për të analizuar, pra mbi të gjitha duhet hapet çështja e ndryshimeve të kushtetutës, sepse pa u hap, domethënë pa thyr tabuja se kushtetuta nuk ndryshon, se ende po duket se te maqedonasit ende është kjo ajo që bizotron se kushtetuta nuk duhet prekur. Jo, kushtetuta nuk është Bibël, kushtetuta nuk është dokument i shenjtë, edhe ajo ndryshon. Pse ndryshon? Sepse faktorët brenda, rrethanat specifike brenda që i ka ky shtet patjetër imponojnë edhe zgjidhjet juridike të cilat do të jenë. Pra shqiptarët patjetër. Do thotë sipas jush me një këmbgulje element i fuqishëm demografik duhet të jetë për konstituentën, duhet të jetë element konstituiv, pra shtet formuesi i këtij vendi, dhe kjo çështje e cila duhet të hapen. Ne s'mund të japim riformulim sakse cila do të ishte pozita më e mirë. Këta duhet pra të jenë të hapura letrat dhe të shohim cila do të ishte mundësia më e mirë që ne të arrijm status, tretman të barabartë. Mund do të ishte, ndoshta do të ishte një fazë kalimtare vendosja instalimi i demokracisë konsenzuale, që do të thotë është nisë, veç marrëveshja e Ohrit e ka vendosur këtë bazament, principin e Badinterit, që do të them si një fazë kalimtare, se që deri në një definim më afatgjat nesër, sepse këto janë procese dhe ne nuk mund ta mbyllim me një vendim, me një proces të mbyllet një herë për gjithmonë çështja. Kjo është një proces i cili dikon edhe nga faktorët e brendshëm dhe nga faktorët e jashtëm që involvohen në impaktin e tyre në rregullimin e çështjeve të brendshme të një vendi. Prandaj unë po them se për momentin do të ishte mirë që demokracia konsenzuale të ketë një spektër, një rrezeveprim më të gjerë. Çfarë thotë kjo? Që principi i Badinterit të shtrihet edhe në institucione të tjera, të vendoset si mekanizëm garantues, mbrojtës i statusit i drejtave shqiptarëve në këtë vend, edhe për çështje tjera që duhet vendoset gjithmonë kur preken të drejtat e shqiptarëve në këtë vend, por edhe për të vendoset e institucionet më të rëndësishme të vendi. Ja tash siç e kemi me rastin e formimit të qeverisë, me rastin e vendosjes në gjykatën kushtetuese dhe në gjitha institucionet tjera ku drejt për drejt cenohet qenia e shqiptarëve në këtë si element konstituiv i këtij vendi, si element jo i barabartë me popullin maqedon. Sepse pse po kërkoj këtë? Se shqiptarët u përcaktuan shumë qartë dhe drejt se duan këtë shtet, se duan jetë përbashkët me popullin maqedon. Atëherë drejtat e mia nuk cenojnë ty. Pse mos t'i japin dhe vetëm të barabartë mund të jetojmë në një shtet të përbashkët dhe kjo nuk rrezikon asnjë. Zotëri Bring, para se dalim në pyetje tjetër, të mbesim në këtë që potencoi profesori, sa është e mundur do thot ai principi Badinterit të instalohet do thot edhe në themelimin e qeverisë së re. Që nesër mos na përsëritet do thot platforma ose kyçja e Prishtinës ose Tiranës zyrtare, por ne vetë të zgjedhim punën tona do thot me parimin e Badinterit. Këtë si një zgjidhje përkohshme, momentale. Profesori di këtë punë, por shkak se është specialist i kësaj fushë, unë jam çuhtar, por në këtë rast kam rolin të politikanit. Unë të kujtoj se në politik asgjë nuk është pra mundur, dhe më thonë, varet nga vullneti, varet nga fuqia e numrave, varet nga vizioni që e kanë politikanët dhe gjithçka është arritshme. Ne po duhet merremi vesh me palën më që tona se a janë ata të gatshëm që të bëjnë shtet të përbashkët me shqiptarët dhe shtet funksional. Qoftë ata janë të gatshëm që të bëhet ai shtet i përbashkët dhe të jetë funksionale shtet, të jetë shtet i cili mund të pretendoj për zhvillim, ajo i bie që po duhet merremi vesh për statusin e shqiptarëve në Maqedoni, që të mos jenë shqiptarët të majorizuar, të mos jenë shqiptarët të diskriminuar, që të krijohen mekanizma
në këtë rast mekanizma juridike të cilat do ta pamundsonin që kombi shumicë në këtë shtet mund ta diskriminoj pjesën që është me numër më të pakt. Ajo i bie që do duhet ajo të sankcionojë qoftë me norma kushtetuese, me norma ligjore, edhe formimi i qeverisë, edhe shpërndarja e buxhetit, edhe çështjet e të përdorimit gjuhës, e zhvillimit të arsimit, të kulturës, e të tjera. Domethënë, varet cila është qasja, cilën e kemi të vendosur në sistemin e shtetbërjes, që të mund bëhet shtetit funksional. Mendoni që segmenti i badenterit ose principi i badenterit është i mjaftueshëm në ombrellë mbrojtje për interesat e shqiptarëve? Mendoj se mekanizmi i badenterit ka qenë një mekanizëm i mirë i cili është vendosur me marrëveshjen e Ohrit, por ajo është një gjë e cila, siç e dim, edhe marrëveshja e Ohrit quhet kornisë. Do thonë, pastaj se si do të mund ajo të operacionalizohet, se çfarë vendi vihet ajo edhe kjo, është punë e cila mund të rizhvillohet. Domethënë, shembull, s'ka pasur mekanizëm të badenterit për formimin e qeverisë, s'ka pasur mekanizëm të badenterit për miratimin e buxhetit, për gjykatën kushtetuese. E ne sot është mirë të flasim, okej, a është edhe kjo e nevojshme që të bëhet shteti më i suksesshëm edhe më funksional? Atëherë pse nuk e vendosim edhe aty? Që të mund të pamundsohet majorizimi, që të mund bëhet shteti që shqiptarët të mos ndjehen se diskriminuar, edhe të majorizuar. Kjo nuk do të bëhet që vetëm shqiptarët të përfitojnë, por në kohën që i diskriminon shqiptarët, e defunksionalizon shtetin, e bllokon shtetin. Tash, cili është interesi i politikanëve maqedonas të bllokohet shteti? Vetëm për shkak të pritjeve të tyre që shteti të jetë gjithnjë në duart të kombit maqedonas. Zotri Ibrahimi, nëse jeni për parimin e badenterit. Vetëm pak të badenteri. Është pjesë të cilën e di më mirë profesorja dhe sigurisht më mirë. Unë desha që ky badenteri të zgjerohet, si thashë, edhe për çështje të tjera që janë ende shumë të rëndësishme për shqiptarët, si qeveria, buxheti në mënyrë të veçantë. Pse buxheti mos bëhet me badenter? Ose mbi gjitha thash gjykata kushtetuese, se disa principe tjera veç që vendos me marrëveshjen e Ohrit, po si një bazament, si një themel, po ajo statusi i shqiptarëve nuk është zgjidhur njëherë për gjithmonë me marrëveshje, është bërë një avancim në një shkallë caktuar, por statusi juridik i shqiptarëve ende është larg realitetit vërtet, të drejtës së tij të plotë që duhet ta gëzojmë këtë vend. Po çfarë desha të them, zotë se edhe pse ne kemi pas për disa drejta, për disa çështje badenterin si mekanizëm mbrojtës, ne si rezultati mungesës së vullnetit politik nuk kemi arrit as ta jetësojmë. As ajo pjesë që është edhe më e dhimbshme, se pushteti këtu, qeverisja, koalicioni që ka ekzistuar për fat keq, i prir prej interesave të tjera. Dihet se pushteti që i lidh interesat e barzëve që i kanë drejtuar institucion, ka bërë që subjekti politik nuk ka arrit të mbrojtë të drejtat e shqiptarëve nëpërmjet badenterit. Nuk e ka shfrytzuar këtë drejtë. Ne në disa ligje që e kanë pas këtë drejtë nuk e kanë shfrytzuar. Në kuptimin që të bëj, që të thotë prit pak se unë nuk pajton me këtë zgjedhje ligjore, ose rastin më të fundit që kemi edhe shumë të dhimbshëm me stemën e shtetit, ku propozu Luani si simbol shtetëror. Stema. Shihni shqiptarët, kjo çështje është aq e ndihshme sepse stema e shtetit është simboli i cili përfaqëson gjithë qytetarët e këtij vendi. E aty do të ndjehen edhe shqiptarët si qytetarë të përfaqësuar nëpërmjet asaj steme. Ç'është më e keqja, edhe ç'është më e keqja, shqiptarët nuk e shfrytzuan badenterin të drejtën që ta bllokojnë dhe të bëjnë stemën që vërtet ta ndjehen
edhe ne si sistemën tonë, është domethënë cila është ajo Kishte edhe profesor të tillë të cilët thanë se Luani kur ishte debati, po kur kjo ishte pika më e dhimbshme që më vriste, me kushtetutë që është rregulluar që me kushtetut është rregulluar që sistema pa votën edhe të deputetëve shumicë që janë nga radhët e bashkësive këta pratë shqiptare të mos miratohet, të mos kalojë. Këtë mekanizëm, edhe me kushtetut, domethënë si shumë të fuqishëm garantuar, ne sikur i ikëm e neglizhuam, nuk subjekte janë që na përfaqëson të dërigje, nuk deshte ta shfrytëzohet. Që kjo është e keqja më e madhe. Edhe prandaj edhe ka dështuar marrëveshje si rezultati mungesës së vullnetit politik me përkushtim për të hyrë deri në zbatimin e saj pikë për pikë deri në fund. Kjo është puna që profesori shumë mirë. Ne asnjëherë nuk e kemi aktualizuar çështjen e moszbatimit të marrëveshjes së Ohrit. Asnjëherë nuk e kemi thirrë faktorin ndërkombëtar që të na ndihmojë se ne kemi probleme të zbatimin e saj. Ose a ka ndonjë institucion i cili e bën evaluimin e zbatimit të marrëveshjesorit? Çfarë është zbatuar dhe çfarë jo? Ne s'kemi këso institucione. Pikërisht, vjetë bëm një konferencë aty dhe unë kam qenë i thirrur në cilësinë e ekspertit, se disa tryeza aty, tash pa dul se e kishte fitu një tender aq krejt, kishte qenë manipulim ajo, analiza e marrëveshjes së Ohrit. Edhe domethënë asnjëherë ne nuk kemi bërë analizë të mirëfillt të reale, asnjëherë nuk kemi paraqit domethënë qasjen tonë kritike se çka është mirë, çka është keq, me qëllim që ta shpëtojmë, të japim një fry marrëveshjes së Ohrit. Edhe kjo ka qenë problemi edhe që na solli deri këtu. Edhe pse gjithmonë duhet ta kemi parasysh se kur thirrëm gjithkohon tash marrëveshjen e Ohrit, nuk them se marrëveshja e Ohrit e zgjidh njëri për gjithmonë. Mënyrë të drejtë, të barabartë, jo. Edhe kur asaj vetëm i ka skaduar fati. Është një tull në mur, por ajo nuk e zgjidh. Ajo është një bazë e mirë për kornizë e mirë. Një kornizë e mirë, me cila mund zhvillohet, mund të zhvillohet të tjerë, por që në fakt ata të cilët e kishin bërë e shkelën dhe e bën ashtu siç e bën. Më kujtua edhe një rast tjetër, më thonë, shpeshherë në Maqedoni nuk është shumë problem normat kushtetuese ose ligjore, sa është problem vullneti politik për të implementuar ato. Shembull, ekziston një ligj për zhvillimin zonave të pazhvilluara apo diçka kështu, domethënë për zhvillim të barabartë të zonave të pazhvilluara, diçka kështu është. Tash mos më kapni për fjalë, i cili thotë se duhet secilin vit të ndahet 1% e buxhetit shtetit për zhvillimin e atyre zonave. Asnjëherë nuk është zbatuar ajo. Ju mund të shkoni ta shihni zonën e Likovës, çfarë halli është dhe të shihni se asnjëherë ato mjete s'kan arritur atje. Zëshira, për atë ne i kemi përfaqësuesit tonë politik, po drejtojmë gishtin çdo herë tek subjekti Maqedonas për diskriminim. Mirë po, nga tjetra anë do thotë duhet edhe ne pak të jemi vigjilent, edhe me vetë qasjen tonë, do thotë në ekzekutiv, duhet të kërkojmë ne hisën tonë. Ne nuk duhet të jemi lypës, do thotë që dikush sa na japë. Si është puna vetëm, më thonë, kujtoj kështu domethënë, ne megjithëse kemi plot vërejtje për pjesën e politikanëve ose të partive qeverisëse maqedonase, për shkak se unë kam përshtypjen se ato nuk kanë pasur vizion që të zhvillohet shteti dhe të bëhet që shtet i suksesshëm. Të prirë nga qasjet e ngushta një etnike të përvetësimit shtetit dhe të mbajtjes shtetit si pronë e tyre, ata e kanë bllokuar zhvillimin e shtetit. Dhe unë kam aty plot vërejtje. Ama vërejtjet më të mëdha janë për subjektet politike shqiptare, cilat e kanë marrë mandatin e përfaqësimit të shqiptarëve. Fjala bie në qeverisjen e kaluar të vitit 2014, kur opozita Maqedonase u hoq prej pushtetit, prej kuvendit, dhe mbeti në kuvend vetëm VMRO-ja dhe dy partitë shqiptare. Pozitë më të favorshme shqiptarët që të kushtojnë çdo ligj, çdo çështje kur s'kan pasur, por ne erdhëm në shkallën që të kushtohemi të bëhet Luani sistem e shtetit. Zgjira, tash na jemi gazetarë. Do të domethënë
kundërta ndodhin. Në vend se shqiptarët vënë kushte që të avancojë çështja shqiptare, vëmëroja u vinte kushte shqiptarëve dhe këta pastaj çfarë bënin? Thirrshin edhe plot të ashtu quajtur ekspertë të Shqipërisë dhe të Kosovës që thonë se Luani është edhe simbol shqiptar. Kjo është shkalla më e ullët e përfaqësimit. Unë kam qenë në atë debat aty ku zhvillu për stemën, kishin thirrë për Shqipëri një profesor dolan pozitë shumë të keqe, një 3-4 profesorë të nacionalisë, sidomos du ta potenciojnë mirë të veçantë në Biter Vishin me respekt veçantë si historian, u thirrëm aty në atë debat, edhe ne ishim fuqishëm ta mbronim se stema nuk përket me shqiptarët, nuk mund të përfaqësohet neve, nuk identifikohemi ne nëpërmjet atij simboli. Dhe asnjë në histori stema Luani nuk ka qenë simbol unifikues me nivel kombëtar për gjithë shqiptarët. Mund të ketë qenë ndonjë rast, ndonjë periudhë historike diku ndonjë fis i vogël, por shqiptarët as janë Ato kanë pasur broli tezën se po. Të qëndrojmë në kornizat e drejt për drejt i pyetjes. organizuar nga pushteti. Zëshja, atë që deshta ta bëj si pyetje kur ishim tek Badenteri. Tash numrat janë këto si janë. Do thotë partia fituese tek bloku Maqedonas e kemi VMRO DPMN me 51 mandate, LSDM-ja me 49, BDI dhe BESA janë me 10 respektivisht 5 mandate. Tregom si do të arrijet 2/3 e votave shqiptare, do të thotë që të kemi baneter për ligjet kryesore të cilat supozohet që do të dalin do të thotë nga ajo platformë e cila është. Unë e shoh se në opinion krijohet një farë një printje se janë të pamundura ndryshimet kushtetuese. Dhe nuk duhet ne të flasim për ato se janë pamundur. Jo, domethënë nuk është e pamundur. Ne kemi shembullin e Shqipërisë për miratimin e reformës në drejtësi dhe plot rast të tjera në botë. Në qoftë se ekziston vullnet politik, mund të bashkohen votat e opozitës edhe të pozitës, edhe pse mund të ata të jenë për shumë çështje tjera në kundërshtime të hapura, që të miratohet ai spektër i ndryshimeve i cili po e ritheksoj e bën shtetin funksional. Nëse supozojmë, në qeverinë ardhshme i kemi VMRO-n dhe BDI-n. Do ta ndihmonit ju VMRO-n dhe BDI-n në qeveri, do thotë për ndryshimin e kushtetues, për ndryshimet kushtetuese, për avancimin e gjuhës shqipe, për ndarjen territoriale të buxhetit e kështu me radhë. Vetëm votat e BDI-s dhe të VMRO-s janë të pamjaftueshme që të bëjnë ndryshime kushtetuese. Edhe sikur të janë edhe votat e BESA-s për ndryshime kushtetuese janë përsëri të pamjaftueshme. Domethënë duhet edhe votat e LSDM-s, unë po e them që për të bërë ndryshime kushtetuese që e bën shtetin funksional, po duhet një konsenzus më i gjerë politik në Maqedoni. Që vështirë do të mund të realizohet. Jo, nuk e besoj se është i vështirë. Domethënë, unë e them kështu, por që të mund të jetë shtet i zhvilluar Maqedonia, po duhet që maqedonësit ta kuptojnë se po duhet të mbyllen çështjet e pazgjidhura etnike, që të mund të zgjidhet çështja e Shqipës, çështja e shpërndarjes së buxhetit, e zhvillimit të arsimit shqip, e kulturës shqiptare. Nëse nuk i ke mbyllur ato çështje, të mos shpresosh se bën diçka tjetër në shtet. Dhe nëse FMRO-ja, LSDM-ja e duan të mirën e këtij shteti, ato ishte dashur të jenë më shumë se ne të interesuara që të mbyllen çështjet etnike në shtet. Për shkak se kjo shkon në favor të zhvillimit të shtetit. Kjo nuk është vetëm në favor të shqiptarëve në Maqedoni. Fjala bie, nëse ti nuk e zgjidh çështjen e përdorimit zyrtar të Shqipës, spaku 1/4 e shtetasve të Maqedonisë i ke kundër atij shteti. E cili është interesi shtetëror që 1/4 e vetë ka kundër shtetit. Pse ajo punë të mos zgjidhet dhe të mbyllet? Është punë e cila nuk është e pasgjidhshme. Do thonë ka mungesë të vullnetit që të zgjidhen ato çështje. Po. Profesor, si do të arrihet ajo 2/3 dhe si do të arrihet ajo shumicë? Po që thotë Zeqeria,
se njerë shtrohet çështja se kush ka të drejtën për ta bërë këtë ndryshim. Kjo garnitur politike që i kemi pas deri sot, PMRO, BDI, e ka humbur kredibilitetin që të avancojmë më tej të drejtat e shqiptarëve. Kjo është problemi numër 1. Pse? Sepse kjo qeverisja e tyre ka qenë qeverisje anti-shqiptare, ka qenë qeverisje diskriminuese. Prandaj më nuk ka të drejtë legjitime që të avancojë, ta shtrojnë tavolinë çështjen e. Prandaj tashmë ka ndryshuar situata. Pas 11 dhjetorit, pra 2016 zgjedhjeve që i patëm, ne kemi situatë të re. Ne kemi një popull votues që ka 60% që ka votu kundër këtij koalicioni që na ka qeverisur deri sot. Prandaj kjo është problemi numër 1, për këtu duhet ta nisim. Një politikë e cila të ka shtypt, ka diskriminuar, nuk mund të avancojë të drejtat që na i ka marrë deri dje. Kjo është çështja. Prandaj në radhë parë tash është fokusi juridikisht kush duhet ta ketë të drejtën e themelimit qeverisë, atë asnjëra parti. Ja, kjo çimni tash unë do të them kjo është problemi që hapin tash te tema aktuale të formimit të qeverisë, ku mandatari pra nga presidenti ka po ditët e fundit po rrjedhin për formimin e qeverisë, 20 ditë edhe që kanë vetë 3-4 ditë. Edhe tash unë do doja që asnjë nga subjektet politike të mos bashkohet me PMRO-n, për arsyet të cilat gjithkohon po i përmendi, dhe mandatari tash pas 20 ditëve në nesër presidenti presa, edhe pse kushtetuta ka zbrasir juridike, nuk e rregullon ta situata. Do të thonë që presidenti duke u nisur nga ajo si garanti zbatimit kushtetutës të një vend, duke u nisur nga ajo se presidenti i pari numër 1 që interesohet për një funksionim demokratik të vendit, pra ai cili duhet të garantojë funksionim të institucioneve demokratike, do të thonë kuptimin e stabilitetit politik, ai i pari i cili duhet kujdeset për stabilizimin e vendit, duke u nisur nga kjo logjikë e tij si president, rolit tij që duhet ta lojë, duhet mandatin që hapi forcës dytë politike, rastin konkret LSDM, dhe unë preferencë ime. Nëse nuk arrin VMRO-ja të bën shumicën. A VMRO-ja vetëm pikërisht pres që të dështoj mundësia përpjekja e tij. Kjo është preferencë ime. Për ato gjitha që thamë arsyet më herët se nuk nuk ka lënë më hapësirën që ajtë mund të koalicionojmë më tej. Edhe ta formoj që nesër qeverin pres mandatarin Qapi, do të thonë Groevski, këtij të Zaevi dhe Zaevi bashkë me 4 partit politike për hir të mazhorancës të stabilitetit qeverisë që të mund të jetë më efikase, më stabile, më afatgjatë dhe kjo qeveri pra Profesor Bikajt, këtë bindje keni që LSDM-ja do të arrijë të marrë gjitha 4 partitë politike shqiptare. Për shkak se nëse kemi nga LSDM-ja 3 javë kanë hesht të thotë për një platformë shqiptare, prej nga kjo bindje. Unë tash heshtjen e opozitës këtë rast arsyetoj me faktin të LSDM sepse topi është e mandatari Groevski dhe ai ka fjalë. Kur të kaloj mandati, atëherë nesër duhet më një të prononcohet LSDM se cili është pozicioni i tij rreth formimit qeverisë, rreth kërkesave të shqiptarëve, rreth raportit tim. Ja, VMRO-ja po supozojmë, po themelon qeverinë me BDI-n dhe LSDM-ja mbet pa u prononcuar për çështjen shqiptare. Tash përderisa topi është mandatari rrjedh koha, domethënë duhet ta presim 3-4 ditë dhe fjalën e ka Groevski, atë duhet ta presim. Çfarë do të bëjmë? Vetëm më thon, mendoj që në këtë rast unë arsyetoj heshtjen në këtë kuptim, e kemi qartë sepse fjala është te Groevski. Pas 20 ditëve atëherë duhet fjala kryesore të jetë te Zaevi. Edhe tash si e kritikojmë Groevskin, në nesër po ashtu do kemi qëndrim kritik nëse Zaevi nuk arrin të arrijë një lloj kompromisi me shqiptarët për përbërje me Zaevi tash e ka qëllimin do të si dalë partia e dytë shqiptare. Kanë filluar edhe ato tezat se ne kemi marrë 70.000 vota dhe jemi partia e dytë. Po gjithmonë kur na dështojnë subjektet tona, do ta gjejmë arsye. Jo, unë edhe këtu pak më dua të shtoj te pjesa që e tha profesori. Shoh se në opinion po krijohet një farë famë se pse LSDM-ja nuk deklarohet për deklaratën e përbashkët partive shqiptare dhe kjo sikur u shërben partisë PDI që ata thonë që janë të njëjtë VMRO-s edhe të LSDM-s dhe ne tash mund të flasim me VMRO. Ne po duhet merremi vesh pakës më hollësisht në parime.
Kryevski është ai i cili ka thënë se nuk e lejoi dëgjuesin. Ai i cili e ka thënë se nuk e votoi zgjatjen e mandatit të prokurorisë special. Tash, të flitet, vetëm të ulesh të flasësh me të, i cili e ka thënë hapur këtë që kjo punë nuk zgjidhet. Dhe kur plus kësaj i ashton spektrin e sasisë inkriminimit që e ka Kryevski mbi vete. Dhe tash të flasësh me këtë figurë politike, i cili ka thënë se nuk e njoh atë deklaratë, se pranoj, nuk e lejoj qësin, nuk e lejoj zhvillimin e punës të prokurorisë speciale. Dhe thash, shkon flet me këtë, s'ke asnjë problem të flasësh me këtë, dhe pyet lëse dhe mund pse ty nuk deklarohesh. Vetëm pak Zëshira, marrëveshjen e Përzhinos, ku Lëvizja Besa nuk ka marrë apo flasim për gjëra të njëjta. Thon, ti shkon flet me atë i cili ka thënë se nuk e njoh deklaratën, a thua pse ti nuk flet për punën e deklaratës. More njeri, ti s'farjer po duhet të thuash unë s'flas me këtë, i cili është kundër kësaj. Pjesa tjetër është kjo. Në kohën që e merr mandatin Zaevi, nuk e falim as ati, i themi dhe ati cilët e fol, ama sot është të topi është andej. Zgjera, ti kthehemi prokurorisë speciale. Kur u themelu prokuroria speciale kanë qenë parimi do thot ose marrëveshja që kanë arrit 4 subjektet politike dhe tash për ta zhbë atë ose për të funksionuar ajo duhet siguron 81 vota dhe pëlqimi 4 subjekteve politike më të mëdha. Në këtë moment, nëse po supozojmë VMRO-ja është kundër vazhdimit të punës prokurorisë speciale, atëherë de facto edhe de jure do thotë po bie prokuroria speciale për shkak se njëra nga këto 4 subjektet politike është kundër vazhdimit të prokurorisë speciale. Do të thonë kështu është puna. Sikur kishte qenë kundër edhe në marrëveshjen e Përzhinos, atëherë kur është arrit marrëveshja e Përzhinos, edhe atëherë nuk do të themelësh këtë punë sigurisht e di shumë saktë profesori. Unë mendoj që nuk bëhet fjalë për zgjatje të mandatit prokurorisë speciale. Ajo e ka mandatin më duket 5 vjet. Është çështja e afatit për kritje të padive, të rasteve. Dhe afati i këtill është deri në qershor. Dhe kjo zgjatje e këtill nuk e kërkon shumicën absolute. Do të thotë 31 vot apo kërkon vetëm 61 vot. Do të thonë është fare e lehtë që kjo të bëhet. Do të thonë kjo punë mund të bëhet dhe ne e kemi plan që ta inicojmë këtë punë pavarësisht se kush është në qeveri. Do të thonë ata vetëm qofse të bëjnë qeveri BDI-ja edhe VMRO-ja vetëm mund ta bllokojnë. Për shkak se e kanë numrin e votave, por nuk mund të bllokohet iniciativa që të zgjatet mandati i kritjes së rasteve nga prokuroria speciale publike. Profesor, them se po marrëveshja e Përzhinos parashet është një marrëveshje e veçantë, edhe ligjet cilat tashmë dalin nga marrëveshja e Përzhinos kanë kërkojnë një votim tjetër, sepse prokuroria, ligji mbi gjykatat kërkojnë 2/3 kushte normal. Por në situatë me që marrëveshja është diçka e veçantë, edhe mënyra e miratimit të ligjit ndryshon nga ligjet tjera. Prandaj me 61 vota mund të miratohen edhe ndryshimet. Edhe pëlqimi i 4 subjekteve politike. Edhe vazhdimi i mandatit, edhe ligji i ri për mbrojtjen e dëshmitarëve. Do të thonë kjo mazhorancë eventuale që mund të formohet me 61 i ka gjitha mekanizmat, gjitha votat për të bërë ndryshimet ligjore dhe për të krijuar bazë juridike prokurorisë për të vazhduar punën e vet. Profesor, në atë aspektin juridik, do të ishte një qeveri e plot fuqishme dhe stabile nëse VMRO dhe BDI arrin me 61 deputet, do thotë ta bëjnë qeverien. Nga ana tjetër do ta kemi do thotë opozitën, siç tha do thotë është vlerë e demokracisë dhe shoqërisë nëse kemi një opozitë konstruktive me ato numra që i kemi, do thotë 59. Tash unë për vete po them, nisim nga fakti sa do të jetë stabile qeveria me 61. Kjo është problemi. VMRO-ja dikun votues që pretendon se është parti fituese ka 20% të elektoratit përgjithshëm në Maqedoni.
Po të analizojmë 20% sa është legjitime në qeveri që mund përfaqësohet me 20% të elektoratit sa një element. Elementi dytë, po që se hynë vëmëroja me kjo BDI me vëmëro, atë shtrojt pyetja vërtet antarësia brenda që ka vëmëroja, kjo BDI-a. Sa është ajo e pajtimi që ty nëse me vëmëro? Po të marrim mbi 90% e antarësisë BDI-s, nuk dëshiron një koalicion me vëmëro. Pikërisht asaj që tha, se ka qenë një koalicion, një politik anti-shqiptare, dhe kjo është tashmë që nuk ka qenë brapa. Dhe çfarë legitimiteti mund të ketë nesër? 20%, mirë po asnjë subjekt politik nuk i ka mbi 40 ose 50% do thotë elektoratit. Shihni sa mund të jetë e qëndrueshme një qeveri kur nuk është legjitime, kur nuk ka 25% të elektoratit që ka shpreh vullnetin për t'i përfaqësuar. Ajo sa mund të jetë, domethënë ai mund të jetë shumë afatshkurtë. Edhe besoj se populli nuk do ta lejoj gjatë, populli ka frym opozitare dhe nuk do të mund të Shiran, nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim po potencojnë vazhdimisht se duhet të respektohet parimi fituesi me fituesin. Dhe nëse nuk respektohet ky parim tani, do të vijë radhët, do thot pas cikleve tjera zgjedhore që shqiptarët do të vijen shumë keq, do thot në diskriminim për shkak se partia maqedonase fituese e zgjedhjeve mund të merr një parti me 2 deputet, shqiptarët do të thot ja atë që e bënët ju në vitin 2017. Sa është e zbatueshme, do thot marrëveshja e majt dhe cilës marrëveshje ne duhet i thirrimi tash. Se na u bënën shumë marrëveshje, platforma shqiptare, marrëveshja e orit, marrëveshja e majt. Kështu unë kujtoj që s'parjerë ne po duhet ta vlerësojmë ose më saktë ta zhvlerësojmë këtë parimin fituesi me fituesin e qeverinë. Ne nuk jemi të interesuar edhe sikur të na lutë vëmëroja të çkim qeverisë, shkojmë këtë punë në kryp. Por në qoftë se BDI-a ka insistuar gjatë kaq viteve që të bëhet qeveria çdo herë fituesi me fituesi, kjo është të dashur të sanksionohet me normë ligjore. S'ka asgjë të tillë. Thonë ajo ka qenë vetëm një marrëveshje mes 2 partive. Çështja tjetër që duhet të thuhet është që këta e kanë shitur këtë punë se ne nuk po duam të marrim pjesë në qeveri me Gruevskin, por jemi fitues tash edhe s'kemi çka bëjmë, sikur shqiptarët i kanë detyruar ata të bëjnë qeveri me Gruevskin. Asnjë shqiptar edhe në të kaluar aq më pak sot nuk e ka dëshiruar një qeverisje të shqiptarëve me Gruevskin. Dhe këta e kanë bërë qeverin për shkak të interesave të veta, jo për shkak të interesave shqiptare, se ju e keni shumë lehtë që ta bëni një mbledhje të gjitha çështjeve të cilat kanë shkuar në favor të shqiptarëve ose që s'kan shkuar. Andaj unë kujtoj se ne po duhet të thirremi mbi parimet që ne i kemi edhe të mos bëhemi peng të parimeve që i kanë shpikur për çaste caktuara dhe në këtë mënyrë të arsyetohet bashkëpjesëmarrja në qeveri. Supozojeni situatën sikur PES-a të kishte 10 mandate e BDI-a 5. Ne nuk do shkonim me Gruevskin. Edhe pse ke shumicën, edhe pse je fitues i shqiptarëve, thonë, shumë është e rëndësishme se me çfarë partneri e bën qeveri. Nuk mund shkem qeveri me Gruevskin. Andaj jemi shumë të fokusuar në zgjidhje funksionale, jo në vendosje të mekanizmave që u shërbejnë vetëm aktorëve të caktuar politik, por as nuk e avancojnë interesin e shqiptarëve, as nuk kemi zhvillim të shtetit. Nëse flasim për zhvillimin e shtetit dhe një situatë stabile ta kemi. Me këtë që po thuni ju, do thot nuk po shoh unë spaku atë stabilitetin politik të vendit. Për shkak se nuk po respektohet, do thot, vota e popullatës maqedonase. Ne deshëm apo s'deshëm ta pranojmë, vëmëroja është parti fituese. Fitim, do thon, kështu ne është mirë se këtë punë di shumë saktë di. Çka nëse po supozojmë,
Kryesori. Ne kryojmë qeveri, do të thotë gjitha partitë shqiptare, kryojmë qeveri me LSDM, edhe VMRO-ja del në protesta. Kështu këtë punë, po Nuk kemi stabilitet politik. Me instalu ata, më thonë, kështu fitim. S'pari herë po duhet merremi vesh në parim. Në kushtetut nuk thuhet që mandati i jepet partisë e cila e ka fituar shumicën e deputetëve. Në kushtetut thuhet që presidenti i shtetit ja jep mandatin asaj parti ose grup partive, kështu të është formulimi, e cila dëshmon se ka numër të mjaftueshëm të deputetëve që të formohet qeveria. Me supozim i bie që sigur ne të besët të kishim marrë në shkrimin e shumicës së deputetëve dhe shkojmë i thojmë presidentit që ne kemi shumicën, bjereni se ne e marrim mandatin. Në thënë, në aspektin juridik, askund nuk është e sankcionuar se i jepet mandati partisë se le ka fituar shumicën e deputetëve. Si thot kushtetuta. Vetëm edhe një, më thonë, edhe plus pjesa e dytë atë që e ceki edhe profesori. Pos pjesës juridike dhe pjesa e legitimitet politik nuk i përket asaj shumice. Shumica e votave në këtë zgjedhje ishin për opozitën. Thonë, për duhet shifet edhe kjo pjesë. Pikërisht pajtohem, kretë me profesorin, dhe që jam për këtë çështje se kushtetutës i intereson shumica. Qeverin thotë të bën shumica. Qoftë kush e ka shumicën, qoftë partia apo koalicioni i partive. Ai dhe presidenti këtu bëri edhe gabim, do themi zë. Pse? Sepse, shqipni, presidenti caktoi mandatar Gruevskin. Gabim, sipas me, shkeli kushtetutën. Pse? Po presidenti ka pas 10 ditë kohë. Brenda 10 ditëve prandaj është lënë një afat 10 ditë. Për çfarë do situate të konsultohet, ta shqyrtoj mirë situatën dhe të caktoj për mandatar vërtet njeri i cili do të mund të krijojë mazhorancë në parlament. Presidenti është atyre edhe Gruevskin, edhe Sajeve, dhe tu thoshte në brenda 10 ditëve, kushtetues që ka pas afatin, kush do të më afrojë mu mazhorancë shumicën e deputetëve që qëndron pas jush, unë do ta caktoj për mandatar. Po ta bënte këtë protestë, ne nuk do kishim as pak krizë dhe do dishte saktë se kush do shkojë drejt formimit të qeverisë, sepse kushtetuta nuk thot fituesi. Sa i fituesi mund të jetë një shumicë relative, 30%, qerit mund të jetë 29, 27. Kushtetuta thot qeverinë e bën shumica, ai që ka 61. Dhe gjithmonë ne po ta marrim edhe kushtetutën më të mirë në botë, nuk ka kushtetutë ideale që mund të zgjidhë krejtësisht gjëra çdo situatë. Po është vullneti politik pozitiv, ai i cili rastin konkret i presidentit, i cili duhet ta interpretojë drejt kushtetutën. Ne do të marrim një shembull në Amerikë. Kushtetuta e Amerikës është një nga kushtetutat më të shkurtra në botë, por më jetë gjatë, e para në botë dhe asnjëherë nuk është ndryshuar. Por ka dalë, shihni, asnjëherë nuk është ndryshuar. Pse nuk është ndryshuar? Nuk është ndryshuar sepse njerëzit që kanë drejtuar shtetin, me gjitha ato që i kanë interpretuar kushtetutën, rastin konkret Gjykata Supreme në Amerikë, ka bë interpretimin më të mirë për çdo rrethan situatë politike në cilën është gjendë Amerika. Për një të njëjtin çështje, për të njëjtin rast, për shembull para 100 viteve, ndryshe ka vendosur Gjykata Supreme, ndryshe i ka interpretuar kushtetutën që ta zgjidhë krizën politike. Pas 100 viteve kur është paraqit një situatë e njëjtë në Amerikë, ndryshe i ka bërë interpretim Gjykata Supreme në Amerikë. Pse ndryshe? Por rrethanat kanë ndryshuar situata politike për ta ruajtur shtetin amerikan. Dhe interpretimi duhet bëhet në këtë drejtim, këtë frymë, për të ruajtur institucionet, garantuar stabilitetin e tyre, dhe ruajtjen e shtetit, të stabilizimit politik. Këtu kemi dështuar ne, edhe institucionet, edhe bartësit e këtyre institucioneve rastin konkret. Pse? Sepse të prirur nga ndikimi, nga mentorët politika, cilët e bën president. Jemi krejtësisht në fund të zëshirja aktuale ka qenë do thotë edhe takimit të cilët e keni pas me Aleancën për Shqiptarët, kryetarin e saj zotëri Zjadin Selja dhe por edhe takimi me Zoran Zaevin, liderin e LSDM-s. Mirë, po na intereson kjo pjesa do thotë me Zjadin Seljen. Nëse nuk kishte parim do thotë për të bashku para zgjedhjeve, mund të jetë kjo një sinjal do thotë që në zgjedhjet lokale të shohim bashkë dy partitë. Kështu domethënë s'pari më lejon vetëm ta theksoj një moment për cilën
vlerësoj se opinioni shqiptar nuk e ka vlerësuar në sa duhet. Në të kaluarën i kemi pasur partitë shqiptare që rrinin në seli të mëroz duke ushtyrë se cila në qeveri. Keni pasur skenat kur shkonin edhe të bëdisë edhe të PDSH-s dhe vetëm shkonin që ta ulit pazarin. S'pari herë e keni në skenë një subjekt politik shqiptar i cili nuk shkon në zyra të mëroz, s'pranon as të shifet me Nikola Gruevskin dhe as një shans që të mund të bashkëpunohet me të për një formim të qeverisë. Çështja e dytë, s'pari herë keni që një parti tjetër më që tonë ose në këtë rast LSDM vjen në zyrat Besës për të folur për mundësi të bashkëpunimit. Është mirë që opinioni të vlerësoj këto gjëra për shkak se të kaluarën shqiptarët janë ndjerë shumë inferiore dhe të poshtruar nga përfaqësimi i tillë i shqiptarëve kur shqiptarët vraponin nëpër zyra të partive më që donose dhe shtyheshin me vetes se cili e ul më shumë pazarin që të mund të hyjë në qeveri. Pjesa e dytë, më thonë vizita e zotit Sejlan në lëvizjen Besa nuk ka të bëjë me formimin e qeverisë, dhe është thjesht në kuadër të komunikimit ndër partive shqiptare në Maqedoni. Ne kemi falenderuar për ardhjen e tij në zyrat e Besa, nuk është fjala për ndonjë bashkëpunim të mundshëm mes partive politike, domethënë mes Aleancës për Shqiptarët dhe koalicionit në lidhje me BES. Iniciativa ka qenë që tjetësohet ajo që në pikën që në deklaratën e partive politike shqiptare është emërtuar si tryeza e përbashkët e partive parlamentare shqiptare dhe iniciativa ka qenë që të bëhet një takim i përbashkët i partive parlamentare shqiptare në Maqedoni. Ne ja kemi thënë edhe atij që në qoftë se PDI-ja e shkeli me hapjen e parë deklaratën dhe fillon të komunikoj me Nikola Gruevskin, ne s'kemi çfarë flasim dhe nuk kemi pse ulemi në një tryezë të përbashkët me ata. Andaj pjesa tjetër mund të shifemi dhe të flasim prapë, por kjo pjesë e diskutimeve është mbyllur këtu. Keni bisedu për zgjedhjet lokale? Jo, domethënë akoma është herë dhe nuk është s'ka qenë pjesë e diskutimeve ajo. Profesor, krejt për fund, do thotë si e shet, do thotë atë modulin, atë formulin e suksesit, ka duhet cilën trajektore ta ndjekin partitë shqiptare me qëllim që shtetit, për shkak se është ky një mandat i shenjtë i partive politike shqiptare, ka duhet cilën rrugë duhet ta trasojmë ne? Për shqiptarët e Po. për gjendjen përgjithësi vend. Për gjendje, për shkak se tash roli është tek partitë shqiptare. Qartë, unë do të pres që shqiptarët t'japin të bëjnë përpjekjen e tyre, mundin e tyre që kjo qeveri të formohet me LSDM, sepse thamë për kredibiliteti ka humbë më të pala tjetër që të bëjë, dhe ato letyn të 4 partit me LSDM, dhe rasti i parë që do të bëhet, nëse arrin presidenti të japë mandatin, se mund të shkaktoj krizë tjetër politike, mund të kemi ne krimin e një qeverie të zgjeruar, që besojnë më shumë mund do dhe kjo situatë, për shkak obstruksioneve që i mund të bëj presidenti, për të bamundësimin e qeverisë. Mund të shtu edhe qeveria e zgjeruar, gjithmonë nuk mund të themi ne 100% se do ndodhe kjo situatë nesër, atër vendi do shkojë në zgjedhje të tjera, shpejta, atër vendi pas dështimit eventual, po them gjithmonë, edhe qeveri zgjeruar shkon dhe. Por çka do të dëshiroja? Që qeveria të bëhet me LSDM, 4 partitë shqiptare dhe më njerë të hynë agendës së reformave, të fuqizojnë prokurorin speciale, t'japin mundësinë dhe ndihmesën, mos bojnë obstruksion si që ka pas deri më sot, ka institucionet që në radhëbar nga presidenti punës së saj, prokuroria speciale ti procesojnë gjitha rastet që flasin për korupcion, keqpërdorim, abuzimet, ti të qojë drejtësin deri në fond, sepse kahja e zgjidhjes krizës politike pikërisht do të nisi prej prokurorisë speciale, ajo do t'japi kahja, të ta nxjerrë vendin nga kriminalizimi i tij në një rrugë të drejtë, të ligjit. Pastaj reforma tjera të cilat do në kthimi besim institucione, vendosje, do të thonë gjykata, prokurori, institucion, dhe hapja e drejtave të shqiptarëve
barazimi i gjuhës, çështjet tjera që thonë të gjitha, Barazia domethënë do shtrojnë hapur ekonomike. në mënyrë më transparente. Pse? Edhe opinioni maqedon, qytetarët maqedon e kanë të qartë se shqiptarët duhet t'i gëzojnë drejtë. Kur kush nuk i mohon, po më duket se është bërë një fakt real i pamohueshëm. Por është tash mungesa e shtruaris vullnetit politik që ato të realizohen një ditë, marrin formën e tyre edhe formale, juridike dhe që shqiptarët vërtet në gjitha kuptimet, pra konstitucionale, ligjore, institucionale, të jenë të barabartë, sepse e duan këtë shtetë dhe duan bashkë. Madje u treguan se më shumë shqiptarët me këto zgjedhje ishin për këtë shtetë se sa vetë Maqedonës. Shpresoj që këto porosi që e dhat do t'i ndjekin edhe partitë tona politike dhe dhash Zoti që shqiptarët t'i shohim aty ku e kanë vendin dhe ku e meritoj. Profesor, ju falenderoj shumë që gjetët kohë dhe ishit mysafir në televizionin Nova. Shpresoj që t'ju kemi edhe radhave tjera pas themelimit do thotë të qeverisë. Ishte kënaqësia jonë. Ndërsa për lëvizjen Besa nuk kam fjalë, çdo herë keni qenë korrekt, do thotë në të gjitha ftesat që ju kemi dërguar dhe për këtë ju falenderojmë shumë dhe jemi shumë mirënjohës. Për hapësirën që na jepni se e vlerësojmë faktin e këtij. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ndërsa juve shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendje dhe takim të radhës ju lë të shtunën e ardhshme me fillim në ora 18. Deri atëherë mirupafshim.